Sot në Zveçan u shënua festa qytetit dhe tempullit të Shën Gjergjit në një liturgji procesioni rreth kishës dhe prerjes së ambëlsirës, shërbesa hynore u krye nga kryeprifti Bogomir Stević në pranitjen e numrit të madh të besimtarëve, mikpritësi dhe përgatitësi ambëlsira të festës së këtij viti ishte Lazar Stević, i cili uroi të gjithë besimtarët një festë të gëzuar, duke i uruar që festën e sotme ta presin me shëndet dhe mirëqenie. Një pjesë të ambëlsirës pas shenjtërimit e mori Milan Bulić, i cili do të jetë mikpritës i festimit të vitit të ardhshëm. Në këtë rast ai theksoi se ka marrë një nder të madh, të cilin e priti me gëzim. Shën Gjergji festohet edhe në Prizren në lavditë të tempullit. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti shmangu përgjigjen në pyetjen e gazetarëve nëse pret përgjigje pozitive pas thirrjes që i dërgoi kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, duke thënë vetëm se nuk është e lehtë të analizohen frikërat e opozitës. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Arbresha Kryziu Hyseni tha se Lëvizja Vetëvendosje pret një qëndrim pozitiv nga Lidhja Demokratike e Kosovës për formimin e një koalicioni, ndërsa nënkryetari i LDK-s Lutfi Haziri i tha Klan Kosovës se kryeministri ndryshoi gjithçka në mandatin teknik, por jo qëllimin, dhe për këtë arsye nuk i besoi atij. Analisti politik Dritro Arifi thekson se festa e Albin Kurti drejtuar Lumir Abdigjikut për të formuar një koalicion është tepër e vonë dhe deklaroi se konstelacioni politik në Kosovë do të ishte i qëndrueshëm nëse kryeministri aktual do të ishte në krye të tij. Analisti politik Artan Muhaxhiri beson se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka qenë kurrë në një situatë politike më të pavarëshme dhe se i takon Albin Kurtit të gjejë një zgjidhje për krizën. Muhaxhiri thotë se të gjitha palët janë fajtor për situatën aktuale, por se fajin kryesor i takon Kurtit. Marko Savković nga Fondi Isak i tha Kosova Online se Prishtinës po i përgjigjet përsëritja tezës se Serbia është aleati më i besueshëm i Rusisë në rajon, por se perëndimi ende ka një pamje më të matër të këtyre marrëdhënieve. Savković thotë se zyrtarët e Kosovës bëjnë vazhdimisht deklarata të tilla, por edhe se Beogradi jep arsye për këtë me lëvizje të caktuara. Diplomati Blerim Canaj thotë se Rusia ka ndikim politik në Serbi, se si shqiptarët ashtu edhe serbët duhet të jenë të kujdesshëm dhe se shqetësimi i zyrtarëve të Kosovës janë të justifikuara, megjithse pretendimet e tilla përdoren pjesërisht për qëllime politike. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović shton se Prishtina thekson tezën e ndikimit rus për të përdorur atë si alibi për shkeljen e të drejtave të serbëve në Kosovë. Me rastin e 620 vjetorit të lindjes së Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, sekretari i organizatës Shqiptaria, Basri Beka, vlerësoi për Kosova Online se Skënderbeu është themeluesi i kombit shqiptar, figura të cilit ka një rëndësi të padiskutueshme për historinë dhe identitetin shqiptar. Nga ana tjetër, profesori i historisë nga Novi Sadi, Boris Stojkovski, thotë se shqiptarët nga Kosova nuk kanë asnjë bazë shkencore dhe historike në përvetësimin e Skënderbeut, dhe se ky është vetëm një shembull tjetër i falsifikimit të historisë. Petar Istanović nga Instituti për Kulturë Serbe në Leposavić thotë se Skënderbeu nuk duhet të jetë temë përçarje, por për më tepër në kujtesën e së kaluar së përbashkët dhe një nga simbolet e mundshëm që do të lidhte serbët dhe shqiptarët, gjë që është e pamundur të pritet për momentin. Një shtetas turk dyshohet se ka goditur me thik dy vajzat e tij, njëra 15 dhe tjetra 10 vjeç, këtë mëngjes, dhe vajza më e madhe vdiq në vendngjarjen nga plagat e marra. Zëdhënësi i policisë së Prizrenit Shaqir Bytyqi tha se vajza tjetër është gjithashtu në gjendje të rëndë dhe ndodhet në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Bytyqi njoftoi se i dyshuari qelloi edhe veten dhe se ndodhet në spitalin rajonal në Prizren. Kaçusha Jashari, ish zyrtare e Kosovës dhe lidhjes së komunistëve të Kosovës dhe themeluese e Partisë Socialdemokrate, vdiq në Prishtinë në moshën 80 vjeçare. Ajo lindi në vitin 1946 në Serbic
dhe ishte vajza politikanit dhe zyrtarit federal Halil Feyzullahu. Ajo ishte inxhinier ndërtimtarisë me arsim dhe në vitin 1975 hyri në pozicione politike, kështu që nga viti 1987 deri në vitin 1989 ishte kryetare e Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit të Kosovës dhe më pas kryetare e Komitetit Krahinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës. Edhe pas ndërrimit të detyrës ajo ishte përfshirë në politikë dhe deri në vitin 2008 ishte kryetare e Partisë Socialdemokrate të Kosovës dhe deputete e Kuvendit të Kosovës. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht me vranësira dhe me i freskët me shireshje bubullima, do të ketë kushte për stohidh me breshër, erat e forta dhe reshjet e dendura shiu. Do të frije rele deri mesatare nga veri perëndimi, temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 17 deri në 23 gradë Celsius.